Çfarë rrëmuje? Mirë se erdhe në Dakar, Senegal. Wow, Ace, e adhuroj këtë vend. Anijet, njerëzit, tingujt, aromat. Që të gjitha. Wow, pa shiko! Ajo gruaja po mban një qyp në kokë. Dhe shiko se sa shumë deve. O, Ace, jam vërtet shumë I lumtur që më ftove që të vija me ty. Dgjoj, e di si I thon asaj fjalës që bota është një midhje. Ashtu vërtet? Më thuaj, çfarë është një midhje? Mos është një si lloj peshku? Është thjesht një thënie, Thomas. Më falni! E kemi me nxitim, shoku. Nga dal. Woohoo! Po! Juhu! I mirë dhe I lehtë. Më falni. Faleminderit. Më falni. Ej, kujdes! Ju kërkoj ndjesë. Faleminderit. Pra, Afrika është kontinenti numër 1. Kjo garë e parë përmes kontinentit është një garë përmes Saharas. Vetëm kilometra e kilometra shkretërtir me rërë të nxehtë. Shpresoj që të ketë edhe shumë Dhe ky depozita është uji. vetëm fillimi. Po, gara vazhdon poshtë deri në Dar es Salaam në anën tjetër të Afrikës. Dhe atje do të marrim një anije në port për garën tjetër. Dar es Salaam, me të vërtet, është shumë emocionuese. Akoma s'më besohet që po e bëjmë vërtet këta. Hej, miq! Oh, hey! Ace! Toni, Angelika, si po kaloni Çfarë ju? gomash po përdor ti? Si erdhe deri këtu? Unë jam mbushur plot me karburant. Edhe ujë. Gjoja e fundit që duam të na ndodhë është që të mbimzehemi. Unë jam Thomasi, Sa mirë për ty. dhe unë do të vi me ju. Ti? Përmes të gjithë Saharas? Edhe si do ta kalonte një lokomotiv, një shkatëtirë të madhe me rër. Mua më ka ftuar Ace. S'është e vërtet? Ti thjesht ke marrë kuptimin e gabuar të bisedës. Përse të thoja të vije me mua për të përshkruar Saharan, kur atje nuk ka shina? Nuk ka shina? Ti më the se... Ace, ti më the se do të kishte shina këtu. Unë të tregova për garat e mia dhe ti the se doje të shikoje botën. Vetëm kaq. Ace,